Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbretreshën e qiellit dhe më pas edhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe e qiellit gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për të bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lute për ne hyjen, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi, o Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove të ngushëllosh botën, bëj që në nënën e tij, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së mshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëvt vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shejtja Marina na hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrit drita pa mbaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e mos u ndo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e 6 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java 2 e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. aleluja. Himni. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha kur me vendim të padrejt, ja dorëzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika e drejtë në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e Birin e Tij, së bashku me Shpirtin e Shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona. Aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, rreshta 81 deri 88. Po më shkrihet shpirti në pritje të shëlbimit tënd, kam besim të plot në premtimin tënd. Syt po më shteren prej dëshirës së fjalës sate, e them, kur do të më japësh ngushëllim? U bëra si rësheku në tëm, por nuk i harrova rregulloret e tua. Po edhe sa ditë do të rroj shërbëtori yt, kur do të gjykosh për ndjekësit e mi? Më hapen gropa krenarët, që sjetojnë sipas ligjit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua janë të vërteta, dije keqas më kanë salvuar, deh më eja në ndim. Për pak sa s'më rëzuan për dhe, megjithatë, unë nuk u shmangem urdhërimeve të tua, më përtri pash dashurinë tënde, e unë do t'i ruaj dëshmitë e gojës sate. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
Psalmi 61, urtia e 1/3. Vështroje o hyj britmën time, dëgjoje uratën time. Nga skaji dheu të thëras në ndim, se më ka lëshuar zemra, më ço tek shkëmbi ku s'mund të afrohem. Sepse ti je shpresa ime, kalaj fort përballë armikut. Për jetë do të banoj në tendën tënde, do të gjej mbrojtje në sqetullën tënde. Sepse ti o hyj im, i pranon kushtet e mia, u jep trashëgim atyre që druajnë emrin tënd. Ditë mbi ditë shtoj jetës së mbretit, vjetët e ti zgjatin nga breznia në brezni, le të mbretroj gjithmonë ndër sytë e hyjit, roj i u bëfshin hiri dhe e vërteta. Kështu do t'i këndoj këngë emrit tënd pa pushim, do t'i plotësoj kushtet e mia si një ditë për ditë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 64, urata kundër tmerrit të armikut. Dëgjoje o hyj zërin e vajtimit tim, më ruaj jetën prej tmerrit të armikut, më mbron nga përbetimi i të mbrapshtve, prej grumbullit të atyre që veprojnë keq. Prej atyre që mpren gjuhën e vet si shpatë, që vjellin si shigjeta fjalë të helmuara, për ta shigjetuar në motë të pafajshmin. E shigjetojnë papritmas e frikë nuk kanë, ata marrin guxim në synimet e veta të këqija. Shestojnë si t'i vënë fshetas leqet e veta, e thonë, kush mund t'i shoh? Synojnë pa udhësi, i qojnë në vend synimet e para, humner është njeriu, gremin zemra e tij. Por hyj i shigjetoj ata, papritmas i mbuluan plagët, gjuha vet ata i sharroj. Kush i sheh i habitur luan kokën. Të gjithë njerëzit do t'i kap frika, do t'i kumtojnë veprat e hyjit, mirë do t'a kuptojnë zhbërja ai. I drejti do të gëzohet në Zotin, në të do t'a keq shpresën, me të do të mburen të gjithë të ndershmit në zemër. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër letra e parë Korintasve, kapitulli 15, rreshtat 20 deri 22. Krishti u ngjall prej të vdekurve. Ai është fryti i parë i të vdekurve. Kështu pra nëpër një njeri erdhi vdekja, përsëri nëpër një njeri vjen ngjallja prej së vdekuri. Dhe sikurse në Adamin vdesin të gjithë njerëzit, ashtu nëpër Krishtin të gjithë njerëzit do ta rifitojnë jetën. Nxënësit e panë Zotërin, aleluja. Dhe u mbushën plot me gëzim. Aleluja. Të lutemi. O hyj, biri yt para se të ngjitej në qiell u apremtoi apostujve shpirtin shejt, po të lutemi që sikurse ata morën dijen e shumëllojshme qiellore, po ashtu edhe neve na jep dhuratat e Shpirtit Shenjtë nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.